që nga viti 2010 deri në vitin 2026 janë ra 59 gra. E kemi zgjedhur besimin në vend të shkënjimit. Kemi treguar kulturë dhe kemi erdhur në shumë momente që ndoshta nuk është të thjeshtë. I nderuar të gjykues. Në këtë ditë kur flasim gjithë ne që kemi përcjellur këtë proces, dhe gjithë shqiptarët kudo që janë një gjë e kanë të qartë. Se Naimi e ka organizuar këtë vrasje, se bashku me pushtrimin, duke e zgjedhur Granitin si vrasës. Ne kemi parë dhe dëgjuar shumë gjëra këto. Kemi qenë prezent të gjithë, kur nëse faku 22 videokamera janë kapur Naimi, Graniti dhe pushtrimi. Ne kemi parë edhe përputhshmërinë e deklaratave të tyre, të cilat lidhen ngushtë me njëra tjetrën. Nuk dua t'i citoj të gjitha, por disa nga ato po besoj i tyre të procesit. Në deklaratat e dhëna, pushtrimi thotë: Naimi më ka thënë një vit para që ta vras Verdone. Pushtrimi thotë: kanë qenë Prishtinë me Granitin dhe jemi takuar me Naimin. Pushtrimi thotë: kur jemi takuar me Naimin e Granitin, Naimi thotë Granitit i përkryqë të mund. Pushtrimi thotë: Naimi ma ka kërku numrin e Granitit. Si të që tjetë, një gjë është të qartë. Këtë numër të Granitit, Naimi e ka marrë nga pushtrimi. Pushtrimi thotë: natën kritike, Naimi më ka thonë pas kema rritë svis shëqër e krasë të punë. Pushtrimi thotë, pasi Naimi e ka pa polici, duke arë në ditën e përrimit, ka pyet për revolja, aldi. Ndërsa Graniti deklaron kështu: asnjëherë nuk e kam njohur Naimin. Vetëm përmes pushtrimit jemi njoftuar së bashku. Naimi ka kërkuar me vrasje Verdone. Graniti thotë: Naimi mi ka ofruar 30.000 euro për ekzekutim. Graniti thotë: sa jemi takuar me Naimin, pushtrimi ka qenë prezent. Graniti thotë: pushtrimin e kam shok ngushtë. Naimi thotë: ka kërkuar që Verdona më vra gjithsesi. Graniti thotë: Naimi ka qenë në veturë në momentin e vrasjes dhe më ka thënë gjuj. Graniti thotë: Naimi më ka jep instruksione se si duhet të shkoj plani i vrasjes. Dhe thotë se nëse e kapin policia, unë të zbet nga rrugu sepse ka njësi. Ndërsa Naimi deklaron kështu: kam qenë keq mentalisht kur Verdona ka kuptu tradhtinë që unë ja kam bërë. Naimi thotë: Graniti nuk e njoh, pushtrimin pa njoftuar me to. Naimi thotë: me pushtrimin kam qenë gjatë gjithë kohës, sepse mi ka ditë hallet e mia. I thotë dëshmitarit me një buka, pas vrasjes, prokurorja më ka bu pyetje se ku me pa vrarë në Verdone. Në ekzaminimin e telefonit Granitit, shihen mesazhet dhe dhjerën e Naimit. Ajo që vjen në sy është mesazhi: shoki, a kryet nesër, a kallzoj kuqa. Pra, kuqa është pushtrimi. Shkurtesa e pushtrimit është emri kuq. Gjithë të dhjerën kështu. I nderuar të gjykues. Ne si popull kemi kaluar sakrifica të mëdha, si para luftës, ashtu dhe pas luftës. Por na ka vazhduar një tragjedi, dhe ajo është lufta me gruan, që nga viti 2010 deri në vitin 2026 janë ra 59 gra. Pra për 16 vite janë ra 59 gra. Gjitha këto familje që janë prekur nga kjo dukuri, e se fundmi edhe ne, asnjëra nga këto nuk kemi kërkuar ngjalljen e personave vrarë, por kemi kërkuar drejtësi atë për cilën edhe na takon. Andaj, nga këtu, duhet t'i japim mesazhe të qarta për gjithë ata kriminalë që guxojnë të ngrisin duart mbi nenat dhe motrat tona. Të njohësh një krem në ditën e sotme është e lehtë. Do të marrë parasysh teknologjinë dhe avancimin e këtë drejtim.